e SPAK-ut? Fatkeqësisht nuk janë njohur Flavia me dosjen. Nuk janë njohur ende? Janë njohur vetëm me një relacion dhe dy vendimet të gjykatës të cilat i disponojnë media dhe i disponon edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike prej muajsh, po themi prej ditës kur u dha masa e parë për zëvendës kryeministrin Balluku, ndërsa provat të cilët në bazë rregullore të kuvendit në momentin kur ato vinë në kuvend do duhet i vijnë në dispozicion secilit prej antarëve të Këshillit të Mandateve mbahen në një USB në zyrën e Niko Peleshit. Është një situatë e cila nuk është njohur asnjëherë për sa i përket procedurës parlamentare, për faktin se, siç e thash, ato prova përbëjnë sekret hetimor, padyshim, por deputetët e Këshillit të Mandateve do duhet të njihen me ta, sepse mbi ato prova bëhet i gjithë diskutimi i ditës premte, pra nesër në Këshillin e Mandateve në mënyrë që të jepet ose jo autorizimi për masën që do të kërkojë SPAK. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur gjatë gjithë ditës djeshme, një debat politik ku kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka insistuar dhe ka kërkuar me ngulm që ato provat prokurorisë speciale t'i vijnë në dispozicion grupit parlamentar, por nuk janë vënë në dispozicion. Pra ajo çfarë deputetët e opozitës deri më sot, deri në këto momente kur unë flas njohin, është vetëm një relacion i prokurorisë speciale që mban firmën e prokurorit që ka hetuar ngjarjen, një përmbledhje pra të asaj çfarë SPAK-u pretendon në raport me zëvendës kryeministrin Belinda Balluku, por që provat nuk janë vënë në dispozicion. Megjithatë mbetet fakti që dim që ka prova të reja, dim që i kanë shkuar Edi Ramës tani më te dera, pra nuk është më në diskutim Belinda Balluku, edhe pse u duk sikur do të ishte ajo kurbani në formë mamuthi, dhe kjo nuk është batut për ish peshën e saj. Kemi parë kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, i cili ka nxjerrë disa pjesë, po themi, të dosjes apo të relacionin përgjithësi, ku përmendet drejt për drejt, pra Belinda Balluku urdhëron varësit e saj që të jap një segment unazës madhe dhe duke theksuar që është me porosi të Edi Ramës. Pra kjo ndoshta është edhe çështja pse kuvendi, pse në këtë rast kryetari i kuvendit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe gjithë zyrtarët e mazhorancës u kthye në kasafortën e SPAK-ut. Pra është ironike ajo çfarë po ndodh. Prokuroria speciale i beson provat kryetarit të kuvendit Niko Peleshit dhe Taulant Ballës në mënyrë që të mbahen sekret provat. Pra është ironike e gjithë ajo çështje, ajo situatë që po ndodh në kuvendin e Shqipërisë, por duket se ajo USB përmban emra të cilat deri më sot nuk kanë bërë publik me përjashtim të atyre pjesëve të cilat u bën publike nga kryetari i Partisë Demokratike, dhe kjo është arsyeja kryesore. Pra po përpiqet që korrupsioni ku përmban tashmë edhe emrin e Edi Ramës të mbahet në kasafortë dhe t'i fshehë deputetët e Partisë Demokratike si rrjedhojë dhe opinionit publik. Padyshim, Flavia, që kjo dosje përmban sekret hetimor dhe mund të ketë një vendim të prokurorisë speciale dhe gjykatës speciale, pra SPAK-ut në këtë rast që mos publikohen në media, por padyshim deputetët e opozitës dhe të mazhorancës në këtë rast do duhet të njihen me këto prova, sepse mbi ato prova, pra mbi këtë diskutim do duhet marrin vendimin në qoftë se do duhet jepet autorizimi për masën shtrënguese që pretendon të marrë SPAK, një masë shtrënguese e cila ende nuk është. Tani një sekond, kjo është